Në një atmosferë ekskluzive, Porsche Macedonia mbajti premierën e modelit të ri Cayenne Electric. Ngjarja shënoi fillimin e një kapitulli të ri për një nga modelet më të suksesshme të markës, i cili për më shumë se 2 dekada ka vendosur standarde në segmentin SUV. Drejtori i përgjithshëm i Porsche Macedonia, Zlatko Mucunski, theksoi se Cayenne Electric i ri përfaqëson një evolucion logjik të një lideri, kombinimi fuqisë së menjëhershme, dinamikës së lartë dhe arkitekturës inovative elektrike i vendosur në dizajnin e njohur Cayenne. Ngjarja u organizua si një prezantim ekskluziv me prezantim teknik, njohje të detajuar me platformën elektrike dhe ndërveprim me ekipin ekspert të Porsche Center Skopje. Stefan Jovanovski, drejtori i marketingut, potencoi se premiera në Porsche Center Skopje u mundsoi të pranishmëve të jendër të parët në botë që të njihen nga afër me teknologjinë e re, drejtimin e dizajnit dhe zgjidhjet inovative që e përkufizojnë modelin. Porsche Macedonia edhe njëherë konfirmon përkushtimin e saj ndaj inovacionit, mobilitetit të qëndrueshëm dhe ofrimit të zgjidhjeve më bashkëkohore në segmentin premium të tregut maqedonas. Për më shumë informacione, vizitoni Porsche Center Skopje.